Ikona e muzikës shqiptare Vacezela u përcoll të shtunë për në banesën e fundit. Familjar, miq, koleg, drejtuesit më të lartë të shtetit, përfaqësues të spektrit politik, trupi diplomatik i akredituar në Tiranë, mijëra qytetar, i dhan lam të mirën këngëtarës së madhe Vacezela. Omazhet u zhvillua në hollin e teatrit kombëtar të operas dhe të baletit, me këngët e Vacezelës në sfond. Arkivoli me trupin e saj u vendos në skenën e teatrit, ku Vacezela interpretoi me qindra herë gjatë karrierës së saj artistike. Për gjithë ata që ndajnë me mua këtë përjetim, dua t'i them sot Vacezelës faleminderit që ekzistove për secilin prej nesh, atëherë kur ekzistenca jonë ishte thuajse e ngrirë. Zëri i Vacezelës ishte balsam dhe ndër të paktët ngushëllime për shpirtrat e sfilitut shqiptarëve për gjatë dekadave dhe viteve të veprës saj. Vacezela ishte një kostisht. Disidenca e këngës shqiptare në atë regjim barbar të antivlerave. Zëri i saj melodios i dha këngëve të muzikës lehtë shqiptare një tjetër larmi. Dhe unë kam bindjen që Vaçja talentin e saj jo vetëm e realizoi në funksion të imazhit të saj, por këtë lumturi arriti ta transmetoj tek të gjithë brezat. Në ceremoninë përkujtimore përshëndeten dhe artistë që e njohën apo bashkëpunuan me këngëtaren gjatë karrierës së saj 40 vjeçare. Emri, kënga dhe zëri i saj qofshin të përjetshëm. Lam të mirë Vaçë. Jam shumë i privilegjuar që kam qenë miku i saj dhe kolegu i saj. Të faleminderit Vaçë. Artiste më të madhe për mua nuk ka patur Shqipëria. I këndove edhe djaloshit kur hesti një shi që sta hapte mbrellën dhe të kapte lemza. E di pse Vaçë se të kujtonim ne. Vaçja është një fenomen i veçantë i artit shqiptar, por diti dhe të gërmoj dhe të krej gjërat më të bukura të muzikës shqiptare. Qytetarë të shumtë morën pjesë në homazhe. Pa harrueshëm qoftë kujtimi, nuk është e papërshtatshme, e jashtëzakonshme si njeri dhe si artist. Ka qenë krenari e kombit, ambasadore jon, e përjetshme qoftë kujtimi i saj, lavdia dhe zëri i saj i pavdekshëm, do të jetë e papërsëritshme, besoj për brezat mbar. Kur nuk e linja pa e marrë në telefon për ditëlindje, një fjalë më thoshte: si nuk më harrove moj drita, një herë të më urosh për ditëlindje. Pra, e ndjejmë ndoshta më shumë, sepse aq më tepër dhe që jemi dhe fëmijët e lagjës. Pas homazheve, artistja e madhe u përcoll me nderime në banesën e fundit. Trupi i pajeti i Vacezelës do të prehet në varrezat e Sharrës. Vacezela u nda nga jeta në orët e para të mëngjesit të sejntes. Ajo jetonte prej vitesh me familjen e saj në Zvicër. Arkivoli me trupin e pajet të këngëtarës mboriti të premten në aeroportin e Prishtinës Adem Jashari. Ajo u prit atje me ceremoni shtetërore dhe e bën omazhe personalitetet të artit, mes tyre dhe mikeshat e saj Nexhmie Pagarusha dhe Shpresa Gashi. Më pas, trupi ikonës së muzikës shqiptare udhtoi drejt Shqipërisë për të mbërritur në Tiranë, në banesën ku ajo jetoi për shumë vite. Vacezela lindi në Lushnjë më 7 prill të 1939-s. Talenti i saj u zbulua në moshë të re. Ajo mban rekordin e 12 çmimeve të para. La një repertor të pasur me këngët e saj, nga ato popullore tek të letat, kantatat e baladat, të cilat kanë mbetur në kujtesën e të gjithëve.